Të dashur miq të rubrikës Shturbani, ju përshëndes. Një mirëmëngjes sa më të mirë, një ditë sa më argëtuese e sa më të qetë. Kemi folë gjithnjë për të mirën, do flasim për të mirën dhe do të rrim duke folur për të mirën e gjithë shqiptarisë, për bashkimin e shqiptarisë, për të mirën që është për popullin shqiptar. Jo për politiken, jo për hajnin që i bojnë, jo për korupcionet, jo për ato, jemi lodh me to, çdo ditë hap radion, korupcion atje, hap televizionin, korupcion atje, kostume 5 mishe, kostume 10 mishe, çanta 100 mishe, çanta 200 mishe, on lodh populli, është lodh populli shkret, tu i një vetë shifra, edhe tu mos pa pare, tu mos pa lek, kërkon, mos shih pare, vetëm shifra, në gojnë e deputetëve, në gojnë e ministrave, në gojnë e kryeministrave, korupcion ky, korupcion ajo, vjedhi ky, vjedhi ajo, vjedh fondi i Europës, vjedhet, vjedh fondet e tjera, vjedhet, vjedh fondi i bashkisë, vjedhet, populli veç një e duar krysh, rre edhe kur gjo kërkuj. O populli jon, o populli shqiptar, o populli ma i lumtur i botës, s'keni me kanë, vetëm mos i leni hajnat mon pushtet, mos i leni korruptorët mon pushtet, si djallë si të mojt, që vetëm ta ndërtoni Shqipërinë, ta bëjmë Shqipërinë më të lumtur, ta bëjmë Shqipërinë më të mirë, ta bëjmë Shqipërinë më begat për të gjitha gjanat. Mos të rrajmë, mos mashtrojmë, mos rrajmë vetveten, mos të rrajmë se rrana e ka kamë të shkurtër. E bota e shikon një herë që e rras, dyti se rrema. Prandaj, ju lutem, mos e boni të keqen hero e të mirën armik. Po rrini me të mirën, punoni për të mirën, folën gjithë se cilin i fjalë sa më të mirë, e boni diçka që të mos ndilon më vend korrupsionit, hajnis, krimit në vendin tonë më të bukur që ka bota. Ju faleminderit.